vazhdojnë vetëndosja me këtë mazhorancën që ka të krijojë qeverinë dhe të konstruojë kuvendin dhe pastaj të gjitha partitë politike të dakordohemi për një emër konsensual për president, o duhet ta zgjerojmë le të themi koalicion apo partneritetin qeverisës në funksion të zgjedhjes së presidentit të Republikës. Dhe për lëvizjen vetëndosje janë të dy opsionet të pranueshme, por natyrisht në funksion të një emri konsensual për presidentin. Dhe LDK duhet ta qartësoj pozicionin e saj, domethënë se për cilin drejtim është. A është për të përfshirë në qeveri dhe për ta mundsuar zgjedhjen e presidentit të Republikës, të një presidenti konsensual dhe pastaj mund të diskutojmë për pozicione, apo është për të shmangur zgjedhjet nëpërmjet asaj që nuk hyn në qeveri, por ama e mundson zgjedhjen e një figure konsensuale për president. Sepse nuk e ka përgjegjësi mazhoranca ta zgjedh presidentin. Ne kemi të pamundur ta zgjedhim presidentin. Kërkon 80 vota minimalisht në kuti, ndërkohë ne kemi 53, koalicioni ka 62. E qartë. Çfarë ndodh me seancën? Kur pritet të thirrhet? E di që zoti Dari tha do thritet në një moment të dytë. Sot, meqense nuk ka njoftim, pritet që të jetë pushim. Akuzat janë se nga seanca e ditës së djeshme jeni përtej afateve kushtetuese. Çfarë do të ndodhë, zoti Rustemi? Për mua nuk ka asnjë kuptim që të thirrë dhe të bëhet seanca konstitutive pa pasur një dakordim për presidentin. Sepse mbajtja e seancës konstitutive pa një dakordim për presidentin është qartë as dhe hyrje në proces parazgjedhor. Ne nuk kemi të interesuar për zgjedhje. Prandaj kur opozita po insiston me çdo kush të bëhet seanca konstitutive, ndërkohë po thonë që nuk vim në seancën për president, ata po thonë që të bëhen zgjedhje sa më parë. E ne nuk jemi për zgjedhje. Ne jemi kundër zgjedhjeve. Ne nuk duam zgjedhje. Ne besojmë që Kosova ka nevojë për zgjedhje. Ne kemi mbajtur mjaftueshëm zgjedhjen e këta 50 muaj. Duhet të dakordohemi për presidentin. Elefanti në dhomë është çështja e presidentit. Çfarë kuptimi ka konstituimi i kuvendit nëse nuk mund t'i përmbush përgjegjësitë kryesore, siç është zgjedhja e presidentit të Republikës apo dhe zgjedhja e qeverisë. Në rastin konkret, qeverinë mund ta votojë. Po çfarë qeverie është ajo për 60 ditë? Kur e dim qartë që në ditën e 60 të konstituimit të kuvendit ne do të kemi shpërndarje të kuvendit. Ne nuk duam që të futemi në këtë afatin e përcaktuar me kushtetutë që në rast se nuk kemi marrëveshje për presidentin shpërndahet kuvendi dhe pastaj zgjedhjet janë të pashmangshme. Ne duam të shmangim zgjedhjet. Opozita nuk çon kokën për këtë. Prandaj për mua nuk ka kuptim mbajtja e seancës konstitutive, përsa kohë nuk ka një dakordim për çështjen e presidentit. Opozita nga ana tjetër e ka një plan në mos mbajtjen e seancës konstitutive, ka në plan të dalë në shesh. Zoti Hamza tha që ka një dakordsi edhe me forcat e tjera politike për organizimin e protestave dhe duket se po shkoni njëci Tirana. Protesta në shesh, Rama në qeveri, edhe te kjo protesta në shesh, Kurti në tentativa për të krijuar qeverinë dhe për të zgjedhur presidentin. Nëse ka një arsye për të pasur protesta në Kosovë, ajo është që të bëjmë protesta të partitë politike opozitare për të ardhur në kuvend dhe për ta zgjedhur presidentin. Cila është kërkesa e këtyre protestave? Kuvendi dhe legjislatura nuk është qëllim në vetvete. Ajo themelohet si rezultat i zgjedhjeve për të krijuar institucione. Dhe ti nëse s'ke dakordim për çështjen e presidentit, ti po vjen me kriju për ta rrëdhu. Ne nuk po duam të argëzojmë kuvendin, ne duam këtë kuvend që ta përmbush mandatin. Cila është kërkesa e kësaj proteste eventuale? Opozita edhe tha që jemi në periudhë jo kushtetuese, ndërkohë që erdhë në seancë edhe dje. Nëse ti beson që është ezauruar afati kushtetues për ta konstituuar kuvendin, që po vjen seancë, domethënë. Prandaj opozita është e paqartë, nuk e di se çfarë do. Kanë edhe probleme të brendshme, sidomos LDK, domethënë me këto mocionin e mosbesimit. Nuk jam i bindur për shkak se mungon uniteti i këtyre 18 deputetëve për emrat të përveçshëm për president, ndërkohë që ne bashkë me LDK-n
kemi fix minimumin e votave të nevojshme për ta zgjedhur presidentin. Po ju e keni të qartë kandidaturat tuaja për president? Pyetja e fundit, zoti Rustemi, se shumë flasim për kandidaturat dhe propozimet që ta gjejmë një president konsensual. Po ju i keni disa figura të qarta? Për ne është me rëndësi të akordohemi për procesin edhe për modalitetin. Nëse të akordohemi që të kemi president konsensual, pastaj ne bashkërisht me opozitën mund t'i vendosim kriteret edhe në themi tiparet e karakteristikat e figurës dhe Kosova ka plot pafund intelektual që mund ta përmbushin këtë detyrë. Ne kemi emra, por po i dham pa një dakordim, vetë i pamundsojmë ata. Nuk është problemi të emrat, është problemi është pozicioni politik dhe dakordimi për të dhënë vendit një president konsensual. Okej, presim me shumë kuriozitet i mësojmë emrat e të shohim çfarë do të ndodh, ndoshta duke nisur nga e hëna e kësaj jave do të jetë një gusht i vrullshëm për politikën e Prishtinës. Të falenderoj shumë dhe presim të mësojmë vendimarrjen tuaj.